Mojsiu, kur u pyet nga ushtarët për bisedimet, thonë që u përgjigj se nga krajina e Svetingradit ishte ardhur me fshehtsinë më të madhe nga Zbulonjës për t'i treguar disa plane të armiqve, dhe se shpresonte që me anë të tij të ndihmonte shumë planeve të Skënderbeut. Gjitha këto u besuan pas një dyshim nga ushtarët, që s'dinin gjë, sidomos sepse edhe veshja dhe gjuhja e një njeriu të prishtirë zgëzonte tek rrethrimi një besim, as më të vjetër, as më të sprovuar, as më të mirë kuptuar. Ku Skënderbeu i kishte besuar sa e sa herë atij, sidomos në kohë të luftës së Dejës, Komandën Supreme, Rza Mustafaj, a njëra anë me Venedikasit dhe nga ana tjetër po përpiqeshin të rëmbendin Epirin. Megjithatë, Librani u duk fort i menduar dhe gjerë dikur i mërzitur me veten e vet, nga vetdia e një pune aq të hatashme. Ti u mundoni shpirtin, duke i ja përplasur sa ndej. Herë Skënderbeu që se meritonte as pak një gjë të tillë, dhe posita shoqërore me të cilën sigurisht askush nuk mund të ishte i pakënaqur. Herë gjithë propozimet edhe më të mëdha që i bëheshin prej Mehmetit, sidomos ajo diadema që i premtohej, e provuar vetëm nga njerëz të mjeruar, por që i rinte më e ëmbël dhe zinte vend e parë për të. Megjithatë, ai po priste pa durim spionin e vet, shënjë nga kjo mjaft bindse shpirtit të korruptuar. O vesh të gatshëm dhe mizor, që dua të dëgjonit edhe më ato gjëra. O njeri bukshkal, sa s'ka, që me aq lehtësi deshe të shisnje, me kontratat dhënë, prijesin, shokët vet, perëndit, nderin dhe qetësinë tënde për një shpresë të kotë dhe për një gjë fort të pasivë. Ndërkohë, tërgata e kopshme thye jo vetëm armatosur, me fjalë më të afta, por edhe ngarkuar me dhurata dhe me arë. Mojsiu s'pranoi asgjë nga këto, por ai e vendosi veç përfundimisht pa besim. Kështu lejmëtarit armik u dha përgjigje që të mos vinte më, se ai e pranonte dëshirën e mbretit, dhe se sido që të merrte punët e tjera, do të kujdesej me ngul që mbreti mos e mendonte më këtë jetutje në asnjë mënyrë si armik. Kështu, përska Skënderbeu që s'dinte gjë, po dërgonte me të katër anët Zbulonjës për të gjumuar planet e Mehmetit, dhe ta po gadini gjëra më të zeza kundër jetës.